Besoni që mund të ketë një agravim të situatës dhe mund të përfshihet dhe Turqia në luftë, dhe nëse Turqia përfshihet në luftë, çfarë do thotë kjo për rajonin dhe për botën, le të themi? Për mua Turqia nuk do përfshihet në luftë për sa kohë nuk sulmohet. E që Turqia e ka parë dhe nga lufta që ndodhi tani më kundër Iranit, që Izraeli nuk është Izraeli. Izraeli është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për mendimin tim, turqit janë duke u përgatitur natë e ditë për një luftë e cila do të vijë, dhe nëse presidentin Trump lobi zionist do ta mbajë në pushtet, dhe nëse presidenti Trump do tërhiqet nga NATO, sigur ai po kërcënon për ditë, atëherë sigur tha edhe Joe Kennedy, ish ministri i policisë antiterrorit amerikane, plani është që sapo SBA-ja të tërhiqet nga NATO, SBA-ja me gjithë Izraelin do të godasin Turqinë. Edhe do të përmend edhe një fakt tjetër për personat që kanë ndjekur deklaratat e presidentit Trump në këto ditët e fundit, ku Trumpi u lëret edhe bërtet kundër NATO-s, pse NATO nuk na ndihmovi ne në luftën me Iranin etj etj. Dhe ndër të tjera Trumpi deklaroi që do të tërheqë trupat e tij nga Evropa Perëndimore dhe do t'i çojë në vendet që e kanë mbështetur dhe janë miqe, ku ndër të tjera përmendej Shqipëria. Do t'i përmendim diçka opinionit publik shqiptar, që nëse regjimi i Edi Ramës do të hapi bazat e tija për vendosjen masive të ushtarëve amerikan, në një përshkallëzim tjetër të luftës ndërmjet Iranit dhe SBA-s, apo SBA-s edhe Rusisë, bazat në Shqipëri, ku do stacionohen ushtarë amerikan, do të goditen, ashtu sikur janë goditur bazat amerikane në Bahrein, në Kuvajt, në Jordani, në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Pra, larg qoftë nëse, domethënë, deputetët e parlamentit shqiptar, që dihet që shumica janë tradhtar, agjent edhe quisling të huajve, pra nëse deputetët e parlamentit ton nuk refuzojnë sjelljen masive të trupave amerikane në Shqipëri, duhet ta dimë që në rast të një përshkallëzimi të luftës, e cila deri në këtë momente po bëhet luftë rajonale, njëra në Ukrainë, tjetra në lindjen e mesme, po në rast se kjo luftë do të përshkallëzohet, Shqipëria do të ketë fatin e Bahreinit, Kuvajtit, Abu Dhabit dhe Dubait. Pra, e para është që Trumpi është i kapur personalisht nga Izraeli, e dyta duhet kuptojmë diçka, që politikën amerikane e kontrollon lobi Çifut. Do të thënë lobi Çifut është ai që të sjell në pushtet, është ai që të heq nga pushteti. Dhe Trumpit i kanë bërë 2 herë atentate që kanë dashur ta vrasin. Trumpi e di shumë mirë se kush e vrau president John Kennedy, dhe Trumpi është i friksuar për jetën e tij. Por në anën tjetër, ai e kupton që tani imazhi i Amerikës ka rënë me luftën që ata bën kundër Iranit, nga që në këto momente që ne flasim, pas armpushimit që u bë pas 40 ditësh luftë, Irani ka dalë më i fuqishëm se sa ishte përpara luftës. Irani në këto momente kontrollon shitjen e naftës nga Gjiri Persik. Irani arriti që goditi baza amerikane ashtu sikur asnjë fuqi nuk i ka goditur në historinë e Amerikës që nga lufta e dytë botërore, me sulmin japonez kundër Pearl Harborit. Dhe për më tepër këto regjimet kukulla arabe, të cilave Trumpi në maj të vitit 2025 i vuri haraç, i mori 4.5 trilion dollar për të ringritur ekonominë amerikane. Në këto momente, e para, regjimet arabe janë të shkatruara, 2 janë nën sanksione apo embargo nga Irani, nga që Irani nuk i lejon që të shesin naftë. 3, miti i fuqisë amerikane
se deri në 28 shkurt të këtij viti sheikët arab paguanin me triliona dollar industrinë e luftës amerikane me premtimin nga amerikanët që neve do t'ju mbrojmë juve gjithmonë. Por ajo që ndodhi në luftën 40 ditore tregoi që Amerika nuk është ajo që e ka mitizuar vetveten. Amerika është një fuqi në rënje dhe e dobët, dhe Irani ka mundësi që jo vetëm t'i godasi regjimet arabe, jo vetëm t'i shkatërrojë atyre bazën ekonomike, por Irani sikur kërcënoi Sauditët, Emiratet dhe Kuvajtin, gjatë kohës që flitej ndoshta për një pushtim të mundshëm ushtarak të Iranit, Irani kërcënoi regjimet arabe që do t'i pushtonte ata me milici iraniane dhe irakene kur bëhet fjalë për Kuvajtin, territoret Arabisë Saudite, Bahreinin dhe Emiratet Arabe, dhe gjithashtu do i dërgonte 3 milion ushtar nga Jemeni për të pushtuar zonat e detit kuq të Arabisë Saudite. Dhe në këto momente, domethënë, imazhi i Amerikës ka rënë. Amerikën nuk e do gjithë njerëzimi qëndron me Iranin dhe si pasojë edhe politikave budallaqe që Donald Trump i ka ndjekur, kërcënimet që i ka bërë gjithë botës, tarifat që i vinte vendeve të ndryshme, kërcënimin që bëri ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s kur kërcënonte që ti merrte me dhunë Grönlandën, Danimarkës, kërcënimin që i bëri Kanadas, kërcënimin që i ka bërë Meksikës, rrëmbimin që i bëri Maduros etj. Sot amerikanët janë në pikën më të dobët të pushtetit të tyre, dhe ata kuptojnë që bën gabim të madh me atë që bën kur i shpallën luftë Iranit, po për fatin e keq të amerikanëve është Benjamin Netanyahu ai që komandon sot Amerikën. Ulsi, në fakt ekspertët ndërkombëtar që e njohin shumë mirë zhvillimet në lindjen e mesme kanë deklaruar se edhe amerikanët edhe iranianët nuk e duan rifillimin e një lufte pra që e ndërpren. Besoni që do shkojë drejt një marrëveshje apo do shkojë drejt rifillimit të luftës? Kjo varet, sikur thash më herët, në dorë të Benjamin Netanyahut. Amerikanët nuk duan luftë, e që lufta është shumë e kushtueshme dhe ata nuk po fitojnë gjë. Ata e dinë që nuk e hapin dot kanalin e Hormuzit me luftë, dhe amerikanët kanë vetëm këto opsione. Opsioni numër 1 është të hedhin bombën nukleare, gjë që mund të çojë në reaksion zinxhir dhe mund fusi edhe fuqi të tjera nukleare që të fillojnë të përdorin bombat dhe të shkatërrohet bota. Opsioni 2 është që të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk i lë Izraeli. Opsioni 3 është që ta lënë këtë luftë kështu tërhiqje mos e kput, por situata e amerikanëve në këtë moment është shumë e keqe. Ama amerikanët nuk duan luftë, por problemi është, sikur e përmenda më herët, është ai lobi izraelit. Është Benjamin Netanyahu, është ajo mafia që është ai që mund ta quajmë deep state apo shteti i thellë sot në Amerikë, e cila e kërcënon Amerikën dhe e çon atë gjithmonë në luftë. Në një shkrim ose analizë të bërë nga The Guardian, thuhet se Benjamin Netanyahu është humbësi më i madh i kësaj lufte. Analiza e The Guardianit nuk është gabim, këtë po e thon shumë media perëndimore. Nga që Benjamin Netanyahu në këto momente e kupton se do të kuptojmë diçka, që rënja e Amerikës, humbja e Amerikës në një luftë, në fundit është humbje për Izraelin, e që Izraeli nuk ekziston dot pa perandorinë amerikane që e mban me lek, e mban me armë, e mbron nga ligji ndërkombëtar dhe kërcënon botën për atë. Por Netanyahu është humbës i madh nga që duhet të shohim këto gjëra. Përpara datës 28 shkurt, Netanyahu hapej edhe mburrej përpara publikut zionist
se thoshte që unë e shkatrova boshtin e rezistencës, boshti shit është i dobësuar, thoshte që Hizbullahin e shkatrova në Liban, nuk ka më Hizbullah, Hamasin e shkatrova, Huthite e Jemenit i kemi izoluar, dhe Irani është izoluar dhe vuan në sanksione. Dhe pak a shumë Netanyahu nuk ishte gabim, sepse amerikanët me izraelitët kanë arritur suksese spektakolare pas luftës së 7 tetorit që 2023 që nisi Hamasi. Nga që e para ata kanë zhdukur nga 100.000 deri ndoshta gjysmë milioni njerëz në Gaza. Gazën e kanë shkretëtuar, e kanë kthyer në epokën e burit. Po ata njerëz që janë aty ata po vdesin për ditë. Hizbullahit i vran sekretarin e përgjithshëm, i vran komandantët kryesor dhe popullatën shite të Libanit e shkatruan në mas, sikur i shkatruan edhe armatimet Hizbullahit. Fitoria më e madhe për Netanyahun ishte rrëzimi i Asadit në dhjetor të vitit 2024, ku Siria ishte vendi më i madh arab i cili vazhdonte që të refuzonte që të kishte paqe me Izraelin dhe mbështeste Palestinën. Dhe Netanyahu arriti gjithë to fitore Izraeli, duke shkatruar atë që ekspertët ushtarak izraelit quanin the ring of fire, apo ai rreth i zjarit që Irani kishte ndërtuar rreth Izraelit. Edhe për më tepër, me luftën 12 ditore të qershorit vitit 2025, ku Izraeli bombardoi Teheranin dhe vrau krerët kryesor të ushtrisë amerikane dhe të programit nuklear iranian, Netanyahu dhe Izraeli mendonte që kishte arritur fitoren më të madhe, nga që lufta tani më ishte larguar nga kufiri i Izraelit dhe Izraeli arriti që ta çojë luftën në zemër të armikut të vet që ishte Teherani. Pra, deri në ato moment, domethënë deri në datën 28 shkurt, Netanyahu i mburrej jo vetëm zionistëve në Izrael, por edhe botës arabe, ku i tregoi botës arabe që shife, unë i shkatrova gjithë aleatët e Iranit dhe arrita ta bombardoj Teheranin dhe Irani ishte nën sanksione mbytëse. Dhe Izraeli arriti që nëpërmjet presionit, korrupsionit e tjerë ta listoi Iranin si shtet terrorist, Gardën Revolucionare si organizatë terroriste, arriti në vende kukulla sikur Shqipëria, por ka bërë edhe në Singapur dhe vende të tjera, që ta do bëj Iranin totalisht nga këto vende, duke urdhëruar basadet e tij. Por ç'a ndodhi pas kësaj lufte 40 ditore, Netanyahu është shumë si më i madh sepse Irani u rikthye prapë. E para, Hizbullahi që pretendoi që ishte zhdukur është aty dhe ka bërë një luftë spektakolare në këto 40 ditë luftime, duke shkatruar me qindra tanke izraelit dhe duke i detyruar çifutët ku ata pretenduan që do ta pushtonin Libanin e Jugut deri në lumin Litani e tjerë, që të tërhiqen në kufi, nga që po vriteshin në mas nga Hizbullahi. Hizbullahi që Netanyahu pretendonte se u zhduk, ka djegur veriun e Izraelit dhe ka shkaktuar, nëse s'jam gabim, rreth 1 milion veta brenda në Izrael që të largohen nga veriu. E dyta, Iranin, të cilin Netanyahu i prehu krahët, sidomos me rrëzimin e Asadit në Siri dhe duke e goditur në qershor të 2025-s dhe Irani qëndronte izoluar dhe i trembur. Këto momente Irani jo vetëm që është rikthyer mbrapsh, por Irani ka djegur të gjithë regjimet kukulla dhe aleatet e Izraelit, u ka shkatruar atyre industrinë e naftës dhe të gazit, në veçanti Bahreini dhe Emiratet Arabe, që janë dy vendet që nënshkruan hapur ato që quhen akorde abrahamike, janë goditur më keq, ku Dubai dhe Abu Dhabi janë djegur në mënyrë totale. Dhe përveç kësaj, pra, në këto momente Irani
jo vetëm që tregoi fuqinë e tij dhe jo vetëm që kundër përgjigjë Izraelit, jo vetëm që e mbajti Izraelin për 40 ditë të jetoj në bunker, po Irani tani po shkakton një krizë globale duke bllokuar naftën, ku regjimet e Gjirit Persik, sigur Arabia Saudite me Emiratet Arabe, lekët që ato bënin nga nafta i financonin në Izrael. Një shembull është për shembull rasti i Jared Kushnerit, burrit të Ivanka Trumpit, të cilin Edi Rama e thret në Tiranë, i cili pas luftës 12 ditore apo më herët, nuk e mbaj mend saktësisht, përpara luftës, më duket, shkoi në Arabi Saudite dhe mori $2 miliardë nga fondi sovran i Arabisë Saudite që t'i financonte ku të kishte qef ai, dhe një nga këto financime do bëj edhe Sazani i Edi Ramës. Dhe dua të them që deri në datën 28 shkurt, gjërat po shkonin në mënyrë të mrekullueshme për Netanyahu dhe për Izraelin, por tani jo, sepse regjimet arabe janë nën embargo në naftës që i ka vënë Irani nëpërmjet kanalit Hormuzit. Industria e tyre naftës që prodhonte dollar që i merrshin izraelitët është në kaos, dhe Irani ka rinxjerr sërish atë rrethin e zjarrt që është për qark Izraelit, ku Hizbullahi, Houthit e Yemenit, milicit islamike të Irakut janë sërish duke goditur Izraelin. Pra, domethënë Netanyahu nga ana strategjike me këtë luftë ka humbur. Është folur nga media ndërkombëtare për një mbështetje nga Kina me armatime drejt Iranit që pritet që të shkojnë së shpejti në Iran. A besoni që po themi Kina mund të ketë marrë një veprim të tillë dhe a ka nevojë Irani për armatime? Besoj që kjo është e vërtet, nga që Kina me Iranin ka një marrëveshje strategjike, e cila shkon shumë vite më herët. E dyta është që Kina e kupton që rënja e Iranit do të jetë rënje për të. Dhe e treta, duhet të kuptojmë që ne në këto momente jemi në një luftë botërore. Në njërin anë kemi SHBAN, vendet e NATO-s dhe aleancën amerikane në Pacifik, me vende sikur Filipinet, Japonia e tjerë, ku nëse aleanca e NATO-s lufton kundër Rusisë në Ukrainë, aleanca SHBA-Izrael me atë që Trump i quan dhe Arab NATO apo NATO-ja arabe, me vende sikur Bahreini, Emiratet Arabe, Arabia Saudite luftojnë kundër Iranit. Dhe nëse në Azi Pacifik amerikanët kanë atë aleancën e tyre që nga Australia, Zelanda e Re, Japonia, Korea e Jugut, Filipinet kundër Kinës, dhe do të kuptojmë që në këtë konfiguracion forcash dhe në këtë luftë botërore ku bota është sot, ku kemi pra luftën në Evropën qendrore në Ukrainë kundër Rusisë, luftën nga Palestina deri në gjirin e Hormuzit kundër Islamit, dhe luftën në Azi Pacifik kundër Kinës për të mbështetur Tajvanin, është më se logjike për Kinën që të mbështesi Iranin me armë. Dhe ne e dimë shumë mirë që një nga arsyet e sukseseve iraniane në këtë luftën e fundit ishte fal inteligjencës dhe satelitëve kinez. Iranianët që prej luftës së qershorit vitit 2025 nuk përdorin më sistemin perëndimor të navigimit që është GPS-i, por përdorin sistemin kinez Beidou, përdorin satelit kinez për të drejtuar dronët dhe raketet e tyre, dhe lufta 40 ditore tregoi se sa sukses kishin iranianët. Pra, jemi në një luftë botërore, edhe pse Kina ende nuk ka hyrë në luftë. Domethënë, nëse do ta krahasonim këtë me luftën e parë botërore, kur amerikanët do të hyjnë luftë vetëm në 1917, edhe pse lufta nisi që në 1914, ose po ta krahasonim me luftën e dytë botërore që prapë amerikanët do hynin luftë në 1943, edhe pse lufta do niste që në 1939, situata është e këtillë. Përsëri, domethënë
Kina është pjesë e luftës, por nuk ka hyrë ende në luftë. Dhe ajo që do ta detyrojë Kinën që do hyjë në luftë, do të jetë goditja ndaj Tajvanit. Dhe për mendimin tim kemi të bëjmë me një luftë botërore e cila edhe pse nuk është shpallur botërisht, është pak a shumë sigurisht e situata e Evropës në vitin 1939, ku ndërsa gjermanët me sovjetët ndanin Polonin, japonezët pushtonin Mançurinë dhe sulmonin Kinën, por aleanca ndërmjet aleatëve të Boshtit Qendror, domethënë Gjermani, Itali dhe Japoni nuk ishte konsoliduar akoma, por do të ishte unë pak muajsh apo vitesh që kjo aleancë të konsolidohej. Sigur edhe në Boshtin Perëndimor në luftën e dytë botërore, ndërsa fillimisht do të kemi Francën me Britaninë që do t'i shpallë në luftë Gjermanisë, shumë shpejt do të kemi edhe vende të tjera me në krye SBA-n që do t'i bashkohen kësaj aleance.